I kam shkruar gjithë ditarin që kam bajt babi për dashurin, ke libri 3, edhe letrat e dashurisë. Tani përpara Nafies, sa kishte dashuruar babi? Po s'ka rëndësi sa herë, nuk dashurojmë vetëm një herë. Ne dashurojmë sa herë ngacmohet çmenduria që kemi ne. Aq herë dashurojmë. Që do thot? Që do thot ne shijojmë çmendurinë tonë. Nuk kemi lidhje me atë tjetrin. Kë kishte dashuruar babi? Babi? Po. Po kishte plot edhe të huaja dhe shqiptare. Ai tregon disa. E po tashin nuk thuhen ato se janë me familje me. Po ti mos I thuaj emrat pastaj. Po mira. Një këtu, një atje. Ku? Në Pogradec. Kë dashur? S'kishte. Në Tiranë. As Tiranë. Po babi do të shoqet e veta. Në Bukuresht? Po Bukuresht, në Austrie. Babi do të shoqet e veta edhe nënës vet kur I merr leje që martohet. Tani një sekondë, se këtu po më ngatroni çik. Po fejoj me një çupre shkolle thos siç më ka hije. E kupton? Tani mora shoqë se më krau, nuk mund të jetë nga Bukureshtja. E po, është një piktore je këtu në Shqipëri ajo. E një piktore? Po ka vdekur ajo. Ka vdekur. Po shumë e bukur, mora shoqë se më krau. E po tash si ishte e martuar me mamin tim atëherë, do dashuronte ai se ai një burr nuk rron dot pa një grua pranë, sidomos një poet. Nuk rron dot. Babi yt ishte me fjalorin e sotëm ishte një poet që binte në dashuri me çdo vajzë që ai e krijonte poezi. Sa herë që ajo vajza ja ngacmonte çmendurinë. Te ngacmon vajzat, ë? Po jo ngacmohet vetvetiu ajo, janë ligje të providencës këto. Dashuria nuk është ndërmjet dy personave, ndërmjet teje dhe atij. Dashuria është një bashkëveprim midis arsyes tonë njerëzore, Foto tjetër se do të pyes për dhe çmendurisë tonë. Do të pyes për tani kroi fshatit ton. Po. Ky është në Pogradec. Po. Po pse I thoshe fshat? Po si fshat ishte Pogradeci atëre, fshat është më e bukur se qytet. Qytet është rëmuja, rrëmeti, nga brengat, nga kroi fshatit ton, ujë I kulluar që na mburon nga mali duke mërmëruar, vend mbushin ujë vashat anë mban, cipëzën me hoja lidhur me një anë, cipëzën e bardhë, cipëzën e kuqe, gushën si zëmbaku, buzët si burbuqe. Po, dhe kjo Floresha Dado, kjo pedagogja, ka thënë një gjë shumë bukur. Kur lexon Lazgushit të pëlqen që je femër. O sa e bukur, zysha ime. Po. Profesoresh, të përshëndesim. Kështu ka thënë? Po, ashtu ka thënë. Bravo. Do të thënë kur lexon Lazgushin, të pëlqen që je femër. Aq bukur e përkthel femra. Sa e bukur zysha. Sa e bukur. Përshëndesim. Foto tjetër, se këngë poradecare. Po. Tani ky është një pikturë, një skic, Ky është Arqimandriti, Vissarion Giovanni. Po, Vissarion Giovanni. Dhe I tha, si ka shkruar portreti më shëmbëllen fort. Po pra, si thot, portreti më shëmbëllen fort, mos I mbaroi Lazgushi? Po, ja tregoi Vissarionit dhe thot portreti më shëmbëllen fort, shkroi me dorën e tij. Po, shumë e bukur. Sa ishte edhe piktor. E bëra pas hirësisë së tij thot. Dedikim Giovanni. Po. O sa e bukur kjo. Foto tjetër? Ja, dhe dy yjet. Dy yjet, ë? Dy yjet. Këtu I kanë nxjerr italianët, ishte fotografi italian. Kush e donte më italian. shumë, Lazgushi Nafien apo Nafia Lazari Nafien apo Nafia Lazari? Ata janë adhuru. Por aty te adhurimi futet edhe zënka, edhe zemërimi. Edhe zishin, si të ta them të shkretën vojtje që ndjeri në zemër çast për çast. Tani më thoj një histori që kuptoj që duheshin shumë dhe një histori kur zishin. Po si nuk duheshin shumë, mami vinte në Tiranë se ishte mësuese një nga shkollat dhe babi na mbante atje, ai mbante dy fëmijët atje. Kush nënë le dy fëmijët me burrin atje? Kush I le? Si lindte burrin vetëm ajo? Po do rinte në Pogradec ai, si ta linte mami shkollën me çat hanin. Veçart ushqeheshin. Po mund të vinte edhe ajo në Pogradec. Po ta linte shkollën në Tiranë. Po tjetëm si Pogradec. Po do vinte ai 2 muaj do rinte në ndor vinte në Tiranë. Vetëm rrinin në 12 muaj vinte vetëm në verë. 4-5 muaj rinte atje. Derisa ta shkel të borën e parë me teka, me qogë, me përgdhelira. Dhe ajo e duronte, edhe kam gjetur një letër ku I thot kam bler një pal këpuc për Konstandinën, për motrën, dhe kam flet gjithë natën me to, thot se më ka marr malli. Po për çfarë ziheshin? Për kohë, për përgdhelje. Pse feti do ta ma ngrof kafen. I bënte kafe, ai merreshe me shkrime. Ma ngrof kafen. Nga ngrofte e shkreta. Kush I thoshte më bëj kafe? Kush e bënte kafen? E bënte mami. Kafe. Ai merreshe me këto edhe kur donte ta pi. I ftohesh. Ma ngro kafen. Ja ngrof, ma ngro, po ta ngrofa një herë.
Po të shathi ta ngrofish prap, pse thua ta ngrofa dhe një herë ta ngrofish, pa ajo shterua fare, s'kama, bëhe një tjetër, mos thua. Teka, nëm një gotë ujë, e ti ja mbush një ujën. Të thash, nëm një gisht ujë, të thash një gisht, jo 2 gisht, ti e derdh një, ke derdhur shumë, duhet desha një gisht. Pse i bënde këto për këdheli? Po ku ti qënë tash i poet, i vështirë, po poet tash, po sigurisht që ishte i vështirë. E mbande mirë mamaja? Po, e më poshtë dashuria. Dashuria? Tani, cila është poezi që ka kushtu mamas? Në zemrën tënde dhe vetëm unë, në zemrën time vetëm ti, dhe jashtë bota fjalëtare dhe jashtë syri me zili. Kështu filluar për gaherë një vetësi plot fshehtësi, të mos na shohë syri botës, mos ta zemrosh për njerëzi. Ose bukur, ose bukur. Foto tjetër. Ylli zemrës krejt e fare, ylli vashës shqipëtare, vashëza me yll në ballë që më ka të përdritur mall, qënke më të shqënke vallë, ëndra jetës ëndra gjallë. 20 vjet diferencë. 20 vjet diferencë. Dhe mami ka lindë Konstantinën mbas 15 vjetësh martesë. Motra madhe? Motra madhe. Unë jam mbas 3 vjetësh pas Konstantinës. Po vimë sa vjet që ishte ai që bëri Konstantinën? Ai ishte 56 vjeç kur lindi Nina dhe ishte 60 vjeç kur linda unë. Qa thuaj, 60 vjeç ka bërë ty? Po poet ai. Ç'do të thënë kjo poet? Po është vital poeti. Poeti s'ka mosh. Mos vazhdo më se. Më pëlqen Pogradeci, ë? Po si ai Pogradeci, po mos vi Pogradec, sa po zbret makina thot nga qafe thanës, mos kuqen faqet nga Shëndeti. Foto tjetër? Ai s'rronte dot pa Pogradecin. Po mirë mo ti pse u ktheve në Shqipëri? Ja shtëpia e Pogradecit. Kjo është, ë? Po kjo është. E kanë shkatëruar tani, e kanë tani realisht ai e shiti. E shiti vet ai. Po. Po pastaj shteti mbas një viti ja shtetzovi atij që ja shitëm ne. Po. Edhe e shembi. Po pse e shembi? Po pse e shembi pra thuaj. Tani ju thoni që duhet bërim një shtëpi muze. Po pra. Po pse se bë? Po kush ta bëj? Ku ta bëj? Ku në jerë kryeministri më? Po ti thosh kryeministri do bëj? Po takoj kryeministrin ti? Po kryeministri. Rama do, e ka dashur Lazgushin më? Po shkon atje në Pogradec, po s'është kujtuar ndonjëherë që ti thotë që pse se keni bërë, jo po do riparohet lagja, jo po do bëhet kjo, nuk duhet. Rama tani, po si tha dikush tani o Marie, foto tjetër? Po kur e ke zemër, s'ka nevojë të thot dikush. Jash yjet. Këta janë yje, ja tefta tashko si shkëlqen. E kishe shoqe? Shoqe shumë. Po tani shoqe mund t'i them me pantallona? Dhe kur ajo shkoi te shoqëria Columbia në Milano që të bënte pllakat. Po? Pllakat për gjithë ata që nuk e di regjistronte këngën, se nuk e din. Ky gjenerata Z nuk e di këto. Sa gjuna që si din. Po? Që t'i gjeron edhe i thot ai, po autori i vargjeve, se thot Frymëveriu në mal të thatë, edhe serenatën e Schubertit, kënga i me ndajnë atëherë rrugën, ja ka bërë babi fjalën. Po pse ata e ka bërë Lazgush Pogradeci? Po, kënga. Po ajo po më vjen burri nga stani? Po. Edhe ata? Po, ja ka rregulluar dhe i thot teftat e letra, i thot tefta, dhe tefta edhe i thot, kur thet, fër ma bë fustane, thot, merdi për qeshur, thot. Atë fër e ka shkruar Lazgushi? Po. Do thënë, kur më vjen burri nga stani, fër ma bë fustani. Po, pra, se erdhi ai edhe, si ti thoshte ai që... Qa tregonte Lazgushi për tefta tash? Jo, dhe i thot ai i Kolumbias atje, se tash i ta vjedhin drejt autorit, nuk pyesin fare, ase ve fare emrin ajo filania që i ve atje në YouTube. Po? Dhe ai i thot ai italiani, po teksti drejt autorit e fjalëve dhe tefta i tha, poeti që ka bërë fjalët më tha që nuk kërkon shpërblim. Dhe italiani i thot tefta më tha, poet interesant. Kështu tha, ha? Ajo është Marie Kraja? Ajo është Lola Gjoka. Lola Gjoka. Marie Kraja që ishin miqë? Tjetër, po si ishte yll tjetër. Edhe ata i njëjtë. Dhe që zyshat e mami tim. Edhe Marie Kraja te instituti? Po, në institut. Tani, në histori tjetër, jashtë pjesës profesionale, po themi me Lola Gjokën, me Marie Krajën. Vinte një herë një vajzë e re atje te shtëpia në Pogradec. Tashi babi kur e shikonte atë gocën e re nga gjithë ato parullat, roft, ky e roft ai, atje ishte sikur i vinte pranvera. Edhe një ditë ajo i tha, nuk do vi më, i tha Lazgush, se gjëra bënte poezia ajo. Pse s'do fishi, tha ai. Këta komshit këtu, tha, ka filluar flasin.
edhe më thonë tha që kjo shkon të Lasgushi se bëjnë dashuri. Në cilin vit bësh fjalë? 75. 75, në? Edhe babi tha, si thanë, bëjnë dashuri. Sa bukur pas kam thënë, tha. Po ku ka gjë më të mirë në botë se sa dashuria? Unë kujtova se do thoshin po bëjnë komthot. Po bëjnë i krim? Po se atere po të bashkoheshin dy, po bëjnë komthot. Ta ku e din, ku kanë thënë këta, tha, ata me kunja kishin thënë bëjnë dashuri, po këti pëlqeu sa bukur e kanë thënë bëjnë dashuri, ka gjë më të mirë botë se sa dashuria. Tash të them për Fletrufen. Tani, Fletrufen e kam këtu, pritani.